porti Durrësit është në hetim. Mbajnë që i mëndo, se s'kemi kohë të marrim me radhë. Nalim të kryesor. Jo, po e them për publikun. Po. Ja leti ndërkohë, por na tregon disa imazhe. 5 orë ka vazhduar. 5 orë ka vazhduar sot Dumani, nga ora 4 e mbasditë deri në orën 9, më duket se është nuk ka ndodhur ndonjëherë kaq e gjatë. Po. Është nga fundi i mandatit Dumani tani, ndërkohë që po pritet fitojë njëri prej 4 figurave atje që kanë dalë ashtu, mbase ti i njeh emrat, mund të flasim nëse ti ke dëshirë kush janë ata 4 për publikun, se nuk di. Ti i njeh se ti nga që je avokat, e ndoshta të ka rënë rasti të kesh kru me ta, njoje. Porti Durrësit është në hetim, ka thënë. Eko Park, në hetim para prak. Eko Park, për gjithë ata që ndoshta s'mbajnë mend ose thonë, diçka na thot kjo Eko Parku, është një dosje, një aferë që ka përmendur shpesh Arben Ahmetaj në intervistat që jepte ekskluzive Pekës. Po. Ke parasysh? E thoshte gjithmonë kjo Eko Park dhe ja vinte si çështje Edi Ramës, familjes Edi Ramës, kuptojmë se shtoshte gjithmonë vajza, kuptojmë se çfarë përmendte. Sot Dumani ka thënë Eko Park në hetim para prak. Hetim para prak më di çdo më thënë. 3. Ka thënë çështja me Gonigal në hetim para prak. Dhe ka thënë janë kryer një numër i madh veprime hetimore në territorin shqiptar. Jemi në pritje të një përgjigje nga autoritetet huaja për ndihmë juridike. Jemi drejtuar me kërkesë për ndihmë juridike. Pra këta pesë nga amerikanët ndonjë gjë vëlla. Për çështën me Gonigal, ku Rama në atë akt akuzën që u bë atij me Gonigalin i dilte i përmendur 14 herë. Tjetër çështje, Dumani pas ka thënë sot te ky komision jashtë duke folur. Po bashkëpunojmë edhe me kryeprokurorin special të Serbisë thot. Kemi ndërtuar ura bashkëpunimi që nuk i kemi patur dhe po punojmë për çështje konkrete. Tjetër, ka folur për IPARD-in, ky projekti i famshëm IPARD 2-shi. Për bujqësinë është. Për bujqësinë 33 milion euro për vetësim nën hetim. Dhe Dumani thot, jam takuar me drejtoreshën e Olafit. Olafi është kjo e Brukselit apo jo? Kjo që jep to fondet, që shpërndan fondet. Olafi ky është apo jo? Pak a shumë. Organizat në nivel partneriteti me... Po, këta autorizojnë këto fonde që vinë në Shqipëri, apo jo? IPARD-i është një kategori... Apo IPARD-i është tjetër? IPARD-i është emri program. Po Olafi? Në të shmonën këto shkupin, organizm. Olaf, Pilaf... IPARD-i është emri programit. Programi nënkupton parat që jepen nga Bashkimi Evropian për sektorin e bujqësisë, pra kryesisht zonat rurale, për zhvillimin në kuadër të integrimit. Olaf është mbikëqyrje, më thonë. Po pra, IPARD-i është i rëndësishëm, sepse IPARD-i është programi parat. Qartë, dhe sa kjo është mbikëqyrje. Këta janë mbikëqyrje, këta shohin si shpenzojnë parat ndoshta, apo jo, paka shumë. Si përdojnë parat, Olafi. Nese, dëgjoj Alianin. Dumani ka thënë, jam takuar me drejtoreshën e Olafit, kemi shkëmbyer informacionet e shumta, nuk mund të ndaj asgjë më tepër. S'ka dash të ndaj gjë më. Tjetër, ka folur për çështjen Aruba. Aruba çfarë është? Ishull në këtë Aruba se kanë kuptuar asnjë. Është ishull nën jurisdiksionin e Holandës në diku në Karaibe. Është andej nga Karaibet, po. Andej nga Guadeloupe, nga Antillet, andej. Afër atyre. Nuk e njoh çështjen Aruba. S'kam asgjë për të ndarë. Asun se njoh si Dumani. Kjo çështja Aruba nuk është trajtuar mirë nga këta që e kanë hapur dhe nuk kuptohet fare, mbetet shumë abstrakte. Bëhet fjalë për ca njerëz të qeverisë që janë kapur në këto aplikacionet që nuk di janë kapur nuk di se si, që kanë pasur kavajt atje kanë bërë një takim me krerë të organizatave mafioze të drogës e të tjerë. Kështu pretendohet. Dumani thotë nuk e njoh këtë çështje. Tjetër ka folur për fondet e rindërtimit në hetim tiku. Tjetër, kemi shkruar një material për draftin e kodit ri penal, thotë kemi gjetjet tona dhe kundërshtimet tona. Tjetër, ka thënë tuneli Llogaras nën hetim. Tjetër, çështja e onkologjikut nën hetim. Ka thënë çështja e Timsit nën hetim. Pas ka thënë çështja e Timsi. Se për këtë nuk merret vesh, se Timsi është ajo që kur kalon jashtë, që regjistrohet vjedhja të dhënave. Vjedhja të dhënave. Pastaj ka thënë Irena Gjoka, kjo gjyqtarja e famshme që ka çështjen Berisha, çështjen Meta, më duket, dhe Metën ajo e ka. Se mbaj mend, ka shumë ajo. Kishte Belerin duket. Disa i kanë paraprake, disa i kanë themel. Kjo Irena Gjoka, po thot Irena Gjoka në hetim paraprak, thot. Kemi procedim penal të regjistruar që është 2025 për këtë çështje, po.
dhe ndoshta s'është e fundit, po kaq kam pata mundësi të kapun, nuk jam dakord me mënyrën se si është vepruar thot për arrestimin e Ilir Metës në rrugë, kishte fjalën. Ka thënë dhe këtë Dumani sot është lajmi i fundit, lajmi i ditës. Tani tiku nga gjitha këto 13 pika që lexova unë që i ka fol Dumani, cila ka më shumë rëndësi? I mban mend apo? I mbaj mend. Mund të ma thuash njëra që ka filluar nga e para, që për ty ka më shumë rëndësi. Si çështje po them. Para ishte pjesa e portit Durrësit. Jo, cilës e para i lexova unë. Cila është e para për ty pra në kuptimin e prioritetit? Mua prioritetit është çështja e onkologjikut. Ilaçet. Po. Edhe e kam çuar vetë. A se ke çuar ti këtë? Jo se e kam çuar. Okej, le të bëjmë zemërgjer. E lëm onkologjikun, fillojmë me çështje që nuk është tëndja. Okej. Cila çështja tjetër? Mendoj që pra ishte porti Durrësit, Ekoparku, me Gonigali, me këtë Serbis nuk di se çka ka ndodhur. Mendoj që çështja me Gonigali, Ipardi, fondet e rindërtimit, Aruba, tuneli Llogaras, onkologjiku që e tham, çështja Tims, Irena Gjoba. Të jap një mendim për të gjitha? Jepi. Në lidhje me portin e Durrësit, mendoj që është një nga çështjet që me të drejtë po hetohet dhe duhet hetuar, sepse nuk mundet një ditë të bukur të marrësh një nga pasurit më të mëdha të vendit, që ka aty mijëra vjet, dhe ta ridimensionosh totalisht duke e dhënë te një privat, ndërkohë që të nisësh ndërtimin e një porti tjetër i cili kushton qindra milion euro, të cilat do t'i paguajmë prapë ne. Qartë. Pra këtu ka një problem të madh. Nuk mundet ti të vish, të fitosh duke më bë mua detyruar të paguaj për të ndërtuar portin. Unë e kisha portin, a duhet ndrequr? Hajde gjim një formulë që të fitojmë të gjithë, jo të fitosh vetëm. Të prishësh të vetmin port. Po kushton 2 miliard ky tjetri. Kombëtar. Po kushton ky, kushton. Edhe se mos kushtonte ai mo. Si mund të prishësh ti një port? Tani sa koka ai port? Që nga Mbretëresha Teut. E kupton ti si mund të prishet ajo për t'ia dhënë ca gojimave me lek që ndërtojnë kulla më bla. Ndaj mendoj që duhet hetuar theu. Në lidhje me çështjen tjetër që bënte fjalë për fondet e partit, është një nga çështjet më të rënda. Përse? Sepse ka marrë bukën e gojës së fermerëve dhe blegtorëve shqiptar aty. Atyre njerëzve që i kanë duart me kau, atyre që rrinë gjithë ditën aty punojnë në fushë, në pikë të vapës, lek të cilat i kanë çuar në miq e shok në pak duar, ndërkohë që duhet veni te fermeri. Nuk shkojnë te ata njerëzit që punojnë fushat realisht aty. Shkojnë në pak duar, shkojnë për të bërë nga këto bujtinat shokët e ministrave në për resorte. Dhe ky është fakt. Dhe kjo është e trisht, sepse ato lek, Bashkimi Evropian, ishin diku te 94 milion euro në vit. E ke fjalën brothermiun, Po mor ka një aty. që kanë marrë lekët, ka disa. Atja dhe mediat, kanë përtuar dhe mediat shumë. 94 milion. Janë oligark mediatik, 94 milion euro. Neveri është ajo. 94 milion euro i nderuar, 94 milion euro në vit që duhet të shkonin për këta njerëzit nuk kanë shkuar. Ndërkohë tani shpezuar komplet. Dhe ne në fazën e tretë i partit duhet merrim në mos gabojmë mbi 134 milion euro në vit. Që janë 134 miliard lek për njerëzit aty poshtë. Po të shpërndaheshin këto te fermerët, te ata që mbjellojnë domatet, te ata që mbjellojnë shalqit, te ata që mbjellojnë specë. Ai skandal financiar niveleve të larta, nuk është merr mos e i merret atyre që punojnë aty në përditshmëri, nuk është çështja thjesht e dëmit ekonomik. Është çështja e goditjes së fshatit shqiptar, rënd. Ajo po molla. Po edhe kur mendojnë që ato para ishin destinuar për gjë tjetër dhe për çfarë janë dhënë. Eksakt pra, po më e rënda është që ikin fshatit po zbrazet fshatit se i mungojnë këto para, është jo konkurrues sot me vendet e tjera që e marrin. Po si mund të jesh ti konkurrues me vendet e tjera të rajonit, të cilat e marrin këtë ndihmë? Serbia merr 208 milion euro. E kur mendojnë që ministri në asaj kohe, unë se mbaj mend emrin tani, nuk e di kush ka qenë. Kjo është e sigurt. Unë nuk e konfirmoj, po e ka vendosur një kështu, një oligark atë ministrin për të bërë këtë punë. Se vën dyshim fare. Ta them pas emisionit. Po pse thoi para ti, pse pas? Se unë kam ndonjë regjistrim për atë. Që e kam timen. E duhet ta nxjerrësh pastaj po. Po ke nxjerr. Koston shumë valla. Kërkoj ndjes. Jam dakord me këtë pastaj. Po e ke gazetaria tregon se kam vetëm unë valla, prandaj nuk e nxjerr dot. Okej. Kam njerëz të dur. Po dhe kisha vetëm unë të nxjerrja. Se di këtë. Ta po ta them midis nesh pra. Na dëgjon njëri, vetëm jemi. Ta them unë pra. Është skandal ajo valla. Se si oligarku ka vendosur ministrin për këto para, për të përfituar këto para ai dhe shokët e vet. Nëse, përveç i partit ishte dhe kjo, po kjo si s'bën përshtypje motiku? Kush?
Tuneli Llogaras. Më bën, po ti marri me radhë. Më bën sepse tuneli Llogaras. Po aty ku ka skandal tuneli Llogaras? Ti je pro apo kundër atij tuneli? Ajo çka ka ndodhur në Llogaras? Të paktën sa e kam ndjekur unë. Para Po jam atje, vjen mirë ty për shkakun që qytetarët vjen më shpejt tani në det. Shumë mirë, po kjo nuk do të thotë që të lejojmë që të abuzohet, domethënë nëse një gjë kushton 5000 lekë nuk mund ta bëjmë. Aty thua është rritur ajo, është rritur. Patjetër, domethënë aty në dijenin time konkurroi një firmë shqiptare, e cila dha një ofertë, e cila ishte X milion, se mbaj mend fiks tani sa ka qenë, se nuk isha i përgatitur që do mi bëje këto. Jo mos, por s'ta duhen, nuk ta duhen detaj. E konkurroi firma shqiptare, dha një çmim ta zëm 100 milion euro. Po e qartë. Nuk ja pranuan, ja rrëzuan. Po e qartë. E hodhën prap. Erdhi firma turke prap. Turke, po. Dha 183 milion. Po. Ja dhan ati. Po. E mori ky turku Ha? dhe ja dha me nën kontraktim këtij shqiptarit që e dha me 100 milion euro të parit. Më kupton? Dhe ndërkohë ai tunel, Do ka vënë gjithë turku apo jo? Turku bashkë me ai tunel, turqit e tjerë shqiptar. ai tunel A? në Kroaci, i njëjti tunel ka kushtuar 57 milion euro. Në ndjenin time. Njësoj. Aty ka kushtuar 183 milion euro. Tani këto janë para. Se thonë që ka pas shkëmbin shumë për ti, ashtu dhe nuk çashin dot. Unë nuk jam gjeolog. Qartë. Nuk di ta them këtë. Prokuroria po jeton, mund të dalë në përfundimin që këtu terreni ka qenë aty që... Po gjendot prova thua? Prova, po sa ta thash mo që... Se thonë që te këto rrugët nuk ka prokurim bo që gjendot prova mo, se ka shumë asfalt, beton, ka shumë gjëra kështu dhe ajo se thua është ikën bashkë të shumtat. Unë mendoj që në ka një sektor ku provat mund të gjenden kollaj është sektori rrugëve. Gjenden thua ti. Po sepse ti merr dhe bën analizën, pritet asfalti dhe shikohet, është 40 cm. Po mirë asfalti, po shkën po mali që kanë çan malin atë. Merret mostra, çfarë shkëmbi është, sa është kostoj këtë. Mund ta bëjnë thua ti. Ka referenca për çdo gjë, patjetër. Çdo gjë ka referencë. Po të kemë vullnetin e bëjnë thua ti. Është gjëja më e thjeshtë, po është bërshkelja evidentohet absolutisht. Adriatik, me ja ish në burg dhe ndoshta po na shikon, si çdo njeri që është në burg në fakt shikon emisionet e darkës se çfarë do bëjnë në burg, edhe në shtëpi xhana po të ishin të gjë se një lloj burgu është shtëpia. Po është edhe parë dhe djenin tënde që Dumani pranoni që arrestimi i Ilir Metës, mënyra se arrestuar ka qenë e gabuar? Dhe që ky nuk ka qenë dakord domethënë me mënyrën si është Pe vepruar. kam dëgjuar zotin Dumani sot se kam qenë në veri të. E di po ta them se unë kam. Jo më të qenë sepse këto janë të gjitha në thonjza i Kam kanë. iden zoti Dumani mund të jetë referuar procedurës. E mo mënyra si u Politicore. arrestua, po, asaj. Tani Ti ç'mendim ke? Ç'mendim ke ti? unë mendoj që le ta marrim për ta shpjeguar në mënyrë Shkurt të bëj një pauzë, do bëj një pauzë, pastaj vazhdojmë. E dua shkurtë, po. Sigurisht që një ish zyrtar i lartë i shtetit që Ish president? ishte në hetim, Ë? dhe kish pas disa dalje jashtë shtetit në atë periudhë, logjikisht Kishte rrezikike, kishte po. rrezikike sa kohë, madje disa ditë para kish qenë jashtë dhe që kthyer. E dim, pse ja bën atë punë sipas? Kështu që në këtë drejtim, po t'i referohemi tre kritereve që kërkojnë për masën e sigurimit, me arrest në burg, një nga ato edhe nuk qëndron, mund të mos qëndronte. Në këtë kuptim, mënyra se si është proceduar fizikisht, flas mund që pak më ndryshe. Domethënë, por unë prapë bëj pjesë e ata njerëz që mendoj që sa kohë ka ardhur autoriteti i shtetit, për te çdo gjëje, reagimi i presidentit duhet të qetë tjetër, i ish presidentit. Pra ai duhet me një qetësi i thotë se që zyrtar i lartë, duhet të zbriste nga makina dhe të vazhdonte, më kupton, dhe do shman nga ajo skene shëmtuar. Pa të bëri ai, nuk është se refuzoi. Në dijenin Pavarësisht se u interpretua si refuzim. në dijenin time ajo pati një shtytje, një mosdalje, po gjithsesi nuk mendoj që ishte e pa evitueshme ajo skenë. Mendoj që mund që e evitueshme si skenë. Adriatik, ri pak me mua, sa të bëjmë një xhiron çilek dhe rikthehemi se kam edhe dy gjëra tjera me ty. Po. Para se të ikim. Le të bëjmë xhiron çilek. Ç'është çileku do thoni ju? A, ti është vendi i kalamajve. Si i kalamajve, në shkuptim. Gjithçka që doni për të blerë për kalamajt tuaj, të kenë dhomat të lezetshme, të bukura, do shkoni vetëm në çilek. Ja do them unë tani. Çileku miq ka nisur ulje në çdo produkt. Tregton mobilje çileku për bebe, fëmijë dhe të rinj, dyqanet me lule shtrydhe, se kështu e kanë logon, ja shikoni, janë në 100 shtete, në më shumë se 100 shtete. Mobiljet çilek janë të bukura, të organizuara, ndërtuara me materiale cilësore që zgjasin dhe nuk ndryshojnë ngjyrë, kujdes. Të certifikuara si mobilje rezistente dhe sigurta që nuk dëmtojnë dhe nuk helmojnë fëmijët tuaj. Kujdes nga mobiljet që fusin në shtëpi, se janë helm nëse s'janë
cilësore. Do të mini që të certifikuara. Shikoni sa të bukura janë. Te Çilek ju gjeni krevate për kalamaj, krevate marinar, makinë, Montessor, djepa dhe krevate për bebe, dollap dhe dhoma gjumi me stile ndryshme, ngjyrat ndryshme, dyshek cilësor me çmim shumë ekonomik. Përfitoni këto ditë për blerje të zgjuara tek Çilek, miq. Çilekun e gjeni të Rrugë Kavajës, përballë Deliorgjit, ose në Prestige Home, që është një qendër komerciale në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12, por dhe në online te çilek.al ose Instagram Çilek Albania. Çilek mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj, kaq e thjesht. Urgjent, mos humbisni të shans, ka ulje të papara. Jeni pa fund ju tani që keni prisni bebe, keni bërë një bebe dhe doni t'ja rregulloni dhomën. Urgjent tani se nuk keni ku gjeni vend tjetër më të mirë se Çilek. Ti ku më qera fjala? Po. Me 2 fjalë, sepse tani vërtet jemi në limit. Sipas teje, nga këta 4 kandidatët që unë i harroj emrin, përveç Adnan Xholit. Zoti Brau. Zoti Brau, që si e ka emrin? Klodian Brau. Klodian Brau, pra Adnan Xholi 1, Klodian Brau 2, është një zonë që quhet? Doloreza, më duket? Zoja Musabeuju. Po emrin si e ka? Nuk më kujtohet tani. Musabeuju është mbi emri. Po emrin si e ka? Po pse dëgjova Doloreza unë? Të të gënjej tani nuk më... Oke, iku. Doloreza më duket. Nuk kam pas gjyqmet. Oke, çon si ka? Di që është një zonjë e nderuar. Bukur. Dhe tjetri që është? 3 thanë deri tani. Nuk kam pas... Ma gjeçi tjetrin kush është, më janë 4 ata. Zotrin. Nuk i njeh fare personalisht. Pra s'ka asnjë mendim se kush do ishte më i miri në kryes pakut. Në dhjetor, ku mbaron afati Dumanit. Secili prej tyre do ishte një prokuror që do bënte një punë të shkëlqyer, sepse deri tani kam punuar dhe po punojnë. Mendoj që sa kohë kanë kaluar procesin e verifikimit dhe punojnë në një institucion të tillë, në atë standard, i plotësojnë kriter. Amerikanët do ndurin kësaj radhe apo e kanë lënë kështu në rrënje të lirë zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të Spakut? Sipas teje, me ndryshimin e administratës, me faktin që në Shqipëri ende nuk ka një ambasador, që vazhdon të jetë një sekretare. Unë mendoj që përfaqësia e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka qenë garanti i strukturës posaçme. Ka qenë, po ashmë? Dhe mendoj që do të jetë deri në fund garanti i strukturës posaçme. Është thua ti? Unë besoj që po. Shtetet Bashkuara, në paktën projektet e tyre nuk i është dëshmuar që nuk i lënë në mes. Në kohën që ishte Yuri Kim, po. Atëherë u hapën llafet, me që vajte deri atë vet ajo atje te kjo thuaje kush i zgjat? Te KLP-ja. Edhe gjithë media shkodje nuk u përgjinjtruaj që ajo donte ishte, pavarësisht se nuk u tha publikisht, po lobonte fort, sikur nuk donte që të zgjidhte Xholin, që ishte i preferuar i Ramës, i Ramsit 3 në atë kohë, Ramsi 3 ishte, po donte Dumani, dhe u zgjodh Dumani. Në atë periudhë? Në atë periudhë, po. Jo, ka qenë një gara mes zoti Dumani dhe një zotërie tjetër. Dhe Xholit, po? Jo. E ngatroi unë atëherë? Po. Jo Xholit, mos e ngatrova, më fal ndjes. Si e ka tjetri më? Kondili, më fal. Po. Kondili nuk është më tani. Në këtë garë duket që nuk ka garuar, nuk është. Nuk është Kondili, pra. Apo është? Jo. Pa fakti që s'është Kondili, një sekondë tani. Unë kam drejtën të spekuloj dhe të them, Kondili e kuptoi që amerikanët nuk e donin atëherë, donin Dumanin, dhe ka thënë vete, po mua ç'më duhet të futem prapë. Do i ke thënë dhe Ramsit, e thish mua beti vlla. Le tani të mua bet se po ju dole prapë për 2 të parë atyre, kur ata së deshën njerë, nuk dihet se çfarë mund të ndodhi. Dhe paf Kondili është tërhequr. Si duke si logjik ti ku? Se ti avokati valla. Me hipoteza merrni dhe ju avokatët shumë. Unë jam avokat, interpretoj ligjin, nuk jam fallxhor. Pse duke psikolog. Tu duk fall ky? Është në kuadër të hamendësimit, thashë themit, Ç'mandësim? analizës, psikoanalizës. Ore, Kondili ishte i preferuari i Ramsit valla, Ramsit 3. Pse mos jetë prapë tani, ndërkohë Ramsi është pushtet, Ramsi 4. Më lejoj që për çështje të fushës që unë kam formimin profesional, të mos jem thjesht një politikan, po të jem Adriatiku si avokat. Pra një njeri që respekton punën e zotrinjve dhe ka etikën përkundrejt sakrificës së secilit prej tyre. Mesazhe pafund, ë? Po të jemi ndjekur. Shumë. Doloreza Musabeuju, po Doloreza e ka emrin ajo, se po më shtuk shkruaj njerëzit. Çan Tiku është politikan me parime.
i ka të sakta të gjitha ato që thot, do t'jetë një fan si jot ky. Ana Dajko është një zonjë nga Leshnica, është minoritare dhe ka gjuhën e nënës greqishten. Pra që ka gjysmë greke. E ka gjuhën e nënës, po. Por nuk ka jetuar në Athinë, ndaj se më the ka jetuar në Athinë, thash jo. Okej, dakord. Unë mendova se nga që duke është nëna e një prej kandidatëve tanë të Qarkut Po Vlorës. Leshnica ku bie, vëlla? Është në Kufi, mu në Kufi. Kam idem fshati fundit në... Po nga cila anë e Kufirit? Nga është, vëlla? Dërmjet Është midis Sirokastrës dhe Konispolit te pjesa ku zgjatohet Republika. Në fund, fare. Pra është midis Qafbotës dhe kujt? Midis Qafbotës dhe Kakavis. Dakord. Është në mes diku. Nuk kam qenë ndonjëherë, po jetojmë në hartë. Se atje s'ka kufi, atje s'ka kështu dogan, prandaj nuk e njohim. Jo, është fshat, kam iden është fshati i fundit i Republikës. Leshnica. Po, kam iden që po. Ça perle. Është fshati i fundit fare i Republikës. Ua, do të më shkon Leshnicë pak. Po ata janë minoritarë atje? Po. Zonja Dajko është nëna e një prej kandidatëve tanë të Qarkut Vlorës dhe është si familjarët e tjerë të gjithë Po ti çe ke vetë anën? Nuk e kam asnjë gjë. Se ke gjë fare ti? Absolutisht jo. S'ke asnjë lidhje fare me të? Fare, zero. Se ti, po dhe ti i beson këto që lexon lart e poshtë. Po pse më dhe ti ke fut njerëz të tuat dhe listë mbyllur, pra Jo, nuk e fshehet. Nuk ka lidhje me mua fare, zonja Dajko nuk ka... Nuk ka lidhje me ty fare, prandaj të pyeta pra. Jo. Se thoshin ca që ishte njeri afërt i tikut te këto. Po ja sqaruam. Është nëna e një prej kandidatëve. Dakor. Djali shkëlqyer. Në Vlorë. Dajkos që garojnë në Qarkun e Vlorës. Kaq. Vasili. Po, dhe aq shumë besim kemi pas ne te gjithë ekipi. Sa që e vu dhe këta po. Parën vum nënën e një prej shokëve, se po të qet mendoja me djallëziun do kisha vënë një nga tmitas. Nuk ka lidhje. Dgjoj tani, po e ndihmoni të paktën anën që të ketë dikë një asistent. Ti je i bindur që sa i takon cilësisë në fund të legjislaturës, do të jetë deputetja që do të prodhojë më shumë akte ligjore në këtë legjislaturë. Ne po punojmë fort dhe do të jetë një zonjë që do të flasë me akte. Ajo nuk është një politikane, ajo nuk ka hyrë aty për të përfaqësuar, se hyri aty për të qenë garant e asaj që ne ndërruam për garën. Tani ne do ta përkthejmë këtë në një mandat që do të flasë përmes akteve, që do të thotë përmes projekt ligjeve që ne... Po mirë, do e mbrojtë paktën zënien e minoritarëve grek, Ana Dajko në parlament. Ana Dajko është një shtetasë e nderuar e Republikës së Shqipërisë dhe unë shtetasit e Shqipërisë nuk i dalloj për shkak origjine. Janë shtetas të barabartë të Republikës së Shqipërisë. Problemi minoritarët ekzistojnë ndërkohë. Po s'tash në gjë. Për shembull, për shqiptarët ti nuk do interesohesh po të ishe ti jetoje në Serbi, ti shqiptar, por do interesohesh për shqiptarët e Bujanovsit dhe të asaj, thuaje. Unë interesohem dhe nga këtu ku jam. Atëherë, pse më interesohet dhe Ana për bashkëqytetarët e saj? Sa po më the pra? Për shtetas e Republikës më do interesohet për çdo shtetas. Ore zotëri, po për shtetas për bashkombat të vet njerë. Patjetër më, për të gjithë. Po ha pra. Po edhe për të duk si kështu. Po s'më duk fare më. Ora mos haro Bujanovsin dhe atë më. Ne kompleksohesh. Në këtë republikë. Jo, kompleksove ti. Jo, në këtë republikë ne kemi arrit një standard. Dhe unë besoj që është nga gjërat e mira që është. Dhe ajo është në kufi është këta. Ajo, si e kemi fshati, mos si e kemi fshati? Dëgjoj. Si ma thamë? Leshnicë. Çfarë perle, çfarë emri o blak. Çfarë emri i republikë? Emri s'ka lidhje fare me grekët, është do të jetë emër tjetër në këtë republikë. Ti je shembulli se si ne nuk kemi nga këto paragjykime, sepse ti je djali i një nëne minoritare dhe djali i një babai musliman shqiptar. Bektashi, fal. Bektashi. Nga mashkullora, apo jo? Ka një ndryshim. Po s'ka pra, sepse ti je shembulli që ne shiitët? Ti ku? Ndryshim i madh. Jo, po thosha për faktin që ne shqiptarët kemi një merit. Ja njohëm popullit tim dhe për këtë jam krenar. Merita që kemi është që ne nuk jemi ksenofob. Ne edhe me minoritetin grek dhe me minoritetin Maqedonas aty në zonën e Pogradecit, Korçës, ku ndodhet bashkia përkatëse. Se u futet kjo pjesë nacionaliste tani, se është një pyetje thjesht për anën. Po pra, po them shumë thjesht, është shtetas e Republikës së Shqipërisë e cila do të përfaqësojë gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë. Pyetje se mos ka dhe pasaportën greke, mos është shtetas e Republikës së Greqisë. Po mund ta ketë, mos ka ndonjë problem. Ka dy në shtetësi atë. Ti thua vetëm njëra. Po çfarë problemi ka? Asgjë pra. Pse se e kompleksuar ti tani? Ja prap. Është e kundërta. Unë po të ishe kompleksuar do bëja patriotin tani. Tani jam duke bërë jo patriotin, jam duke bërë njeriu e hapur nga trut, nga mendja. Po duash bëj patriotin. Dhe unë do i them Anës kujdes, do të heqë dialektin grek vëlla. Absolutisht. Kur të flasë. Unë do doja dhe ajo do donte që Vasil Dajko, që është djali i saj, Jasu Vasili që babajnë e ka nga Shën Vasili Sarandës. Na urdo. Pra një baba shqiptar. Shën Vasili nuk është i Sarandës, është i Marrës, vëlla.
Kështu i themi ne se kështu ka qenë, po administrativisht ka kaluar i marës. Ka futur këte e. Po. Do doja që Vasilit që në parlament, sepse është një djalë që aspiron edhe punon për... Sa vjeç është Vasili? Çuniri? Vasili Apo është i vjetër? 36 vjet. Që ka çuniri fare. E përshëndetëm nga ekrani. Kjo është. Edhe anën e përshëndetëm. Shumë. Se ju deri emri sot, po me të mirë, nuk ishim asgjë të... Pyete pak Adriatikun, pse kanë ndonjë urtë gjithë të kohë, thotë, mos ka marrë ndonjë dhurat nga Ramsi? Dhurata që kam marrë nga Ramsi dhe Berisha Ramsi është katër, që të dy bashkë në kas, përfaqësuesit e Partisë Socialiste me përfaqësuesin e Partisë Demokratike, 5 veta, 3 të PS-s, 2 të PD-s, u gajasën, u shkrin tek ekzekutonin mandatin tonë për të mos e realizuar listë në hapur. Kjo është dhurata që kemi marrë. Me dhe si pas këti, ne që kemi aq të paaft, sa as veten tonë nuk e ruajmë dot me fund parlament, edhe na përdor Karama dhe Berisha. Unë i lexoj tani për të qenë interaktiv. Lëng gështënjë i thonë. Po i lexoj pak kështu pa i seleksionuar. Lëng gështënjë. Një tjetër thotë Çani, thuaj pak Tiku të lutem me gjithë respektin. Me kandidatin Flor Binaj thotë e ke fituar luftën brenda opozitës, por kandidat në opozitës Tiranë thotë. Flor Binaj është... Është më shumë tëndi apo i Berishës? Flor Binaj është i qytetarëve. A se vend dyshim, po. Ma afërt është i filiacion. Është miki imi, me cilin ne kemi ndërtuar, krijuar lëvizjen, ka qenë organizat, jo parti politike, se ai në pjesën që do ndërtoj partia, pastaj vazhdoi rrugtimin e vet. Gëzon mbështetjen time të plot dhe gëzon mbështetjen e ekipit ton të plot. Të plot dhe të sinqert. Kështu që Flori është një kandidat i qytetit dhe ne jemi të lumtur që në një moment që flitej se duhej një kandidat i partive të opozitës, vendosëm veton, si me thënë, dhe thamë ne nuk do të mbështesim asnjë kandidat të dalë nga partit, përveç se një kandidat i të pavarur që e mbështesim drejt për drejt. Në të kundërt do garojmë vetë. Dhe i qëndruan fjalës. Pra po mos ishte Flori, do kishin nxjerrë ju kandidat. Do garojmë vetë, po. Do dilje ti kandidat Tiku? Jo, në këto zgjedhje jo. Pse? Po se ne nuk kemi një parti individ. Unë nuk jam kandidat i përjetshëm. Qartë. Ne mund të merrim më pak vota duke dalë një kandidat tjetër ndoshta, ose edhe më shumë, nuk e dim, por ne duam që të krijojmë një parti e cila hedh themelet e të ardhmes. Falni, po pse veja unë bëja fushat në Përmet, apo në Kukës? Ne nuk e bënim fushatën në Përmet dhe në Kukës vetëm për këto zgjedhje. Jam i qartë. Hedh themelet e një partie që mund të ketë probabilitetin për ta drejtuar një ditë vendin. Zoti Shani më thotë njëri, u realizuan kukullat e Ramsit 4, thotë. Tiku dhe Berisha u bashkuan siç ishin bashkë te kukullat e Ramsit. Atë kukullat i nxori Ramsi për fushat. Këti patronazhistit, me gjithë respektin që kam për qytetarët... Patronazhist, po. Po pse ti patronazhist, po? Ti je i bindur që... Ai mund të jetë njëri normal. Je i bindur. Por ka pa reklamë që ka bërë ai mo. Më lësh ta shpreh. Po fal, e pe reklamën që e bëri ai. Reklamën anti-reklam. A ka 53.000 patronazhist në Shqipëri? Ore, këtë pyetje mund ta bëj edhe unë ty vëlla. Po mirë, unë po e quaj, pra unë po flas politikisht. Ti më njeh mua? Jo. Jam patronazhist. Jo. Këtë pyetje mund ta bëj edhe unë, pa të keq. Unë mund të përgjigjem, do e përsëri pyetjen. Bëj se harruam pyetjen. Jo, vazhdo. Më ta them unë prap, do ta lexoj. Po. Më thot zoti Çani, a u realizuan, bën pyetje këtu më. Po. A u realizuan kukullat e Ramsit 4, thot. Tiku dhe Berisha u bashkuan siç ishin bashkë te kukullat e Ramsit i pra, që se ti keq kuptohesh. Ai ky i referohet. A thot kukullat që bënte ai. Aha, pra mor burr. Prandaj mos u zito burr. Pjesë mor. Ka që burr. Po më ka se kuptove. Po më dakord, unë bëj pjesë ata njerëz që kur nuk e nxitohesh, po, dakord. Kuptoj një gjë, kërkoj ndjes. Pra edhe mua mund të më shkonte në mendje kjo. Po, atëherë, po ti isha naiv, thoshë, si ka mundsi ky Ramsi nxori bashta. Po të përgjigjem. Urdhë. Po të përgjigjem. Per ishte kjo. Ne nuk kemi bashkuar me asnjë parti politike. Ne jemi një forcë antisistem, por në rastin konkret, a jemi të ndërgjegjshëm ne që partia jone kishte pamundur për ta fituar Tiranën? Lëvizja Shqipëria bëhet. Tani, se radhë. Po tani, se ne garuam para 4 muaj. Po, normal. Nuk besoj se për 4 muaj do rekuperonin 50%. Jam dakord me ty. Po s'do thotë se s'do ta provonit. Dale. Po, dale. Sa burrë këtë dale. Tani, a jemi të ndërgjegjshëm që në këto zgjedhje përmes gjithë metodave të padrejta Edi Rama mori 83 mandate të cilat i kanë dhënë mbi pushtet? Tani, a mundet ne të kemi luksin që të luftojmë në afat gjatë me një mbi pushtet të këtij zotërisë, ndërkohë që sot duhet përballur e ndalur kjo hemoragji? Jo. A mund të bëheshim ne me Sali Berishën? Jo. A mund të bëheshim ne shërbëtor
të Edi Ramës duke përçar votat e një kandidatit pavarur? Jo, dhe ne imponuam kandidatin e pavarur si standard, sepse sot qytetit, pra krye qytetit, i duhet një njeri që të mbledh konsensus nga çdo anë, nga socialistët e zhgënjyer, nga demokratët, të cilët duam s'duam janë ende forca e dytë politike në vend, dhe këtë nuk mund ta shbëj unë sot. Po jo, ata janë popull i madh. Nga mbështetësit tanë që ishin mbi 16.000 rreth 17.000 në zgjedhje 11 majit, nga mbështetës partive të tjera, siç është Partia Mundësia, që ishin mbi 20.000 në Tiranë, se unë s'kam siklet përmend emrat e këtyre të tjerëve. Bravo të qoftë. Ja, kjo të nderon. Më kupton? Tani, a duhet ne të krijonim një personazh që të gjithë të mund t'i çojnë votat aty, sepse votat nuk janë thas çimento, duhet asnjë anës për të krijuar një frym që mund ta përballë sot regjimin që ka marrë mbi pushtet. Ka marrë mbi pushtet. Pyetje. Po. Atëre Binaj vlla. Po. Që në piknisje. Po. Është në fakt kandidati i juaj në fillim fare apo është i Berishës? Se Binaj nuk është e mori vetë të gjë, kishte një siguri nga ty, nga doktori, nga agronshej që po të ta mbështesin. Beso se u fut vetë qora asnjë, se Binaj është i rrezgjuar në një emision tjetër. Po, të kam dëgjuar pra. Te Fantomasi ishte, dhe ke thënë ne mbështesin. Ma vazhdo, ma mprosh dhe ti tani. Po jo, po tani. Unë s'po e shaj o burr. Thash një emër unë. Kam qenë te një emision tjetër. Po s'është etike për mua, në kuptimin ti mund të kesh çdo gjë, po nuk është. Mi mua se nuk e them për ty unë këtë. Unë ashtu e quhem. Siç e them Ramsi 4, i them te aty Fantomasi. Kam qenë në një emision tjetër, dhe ai emisioni diskutimi që kandidati të dilte nga partitë politike, pra të mblidheshin partitë e opozitës dhe të gjënin një emër. Ne tham, ne me këtë formulë nuk jemi, do dalim vetë. Ne jemi me formulën, po doli një qytetar i pavarur, këto 2-3 ditë, dhe ne do shojmë. Ti nuk e dije që do dilte Binaj? Jo. Të betojmë jo. Po dale mo, dikush do ta marrë, shiko, e ke parasysh kur vihet, e ke parasysh to. Unë kam prit zonjën Çepani, me thënë drejtën. O diku të lutem, ma mund të japë. Tani do të vërtetën tani. Kam prit zonjën Çepani po. Ishte Çepani, ishte propozimi juaj. Sepse saj po përflitej në për rrjete, dhe si bashkëpunëtore ish bashkëpunëtore. Iku tani, edhe Bina dhe Çepani ikën nga ty pra. Unë kam bashkëpunëtore zonjën Çepani se jam rritur me zonjën Çepani. Nuk ka rëndësi, më iku një moment nga lëvizja tani. Po lere mos se s'është vetëm lëvizja jeta, ore, dua Shqipërinë më shumë se partinë unë. Ti je i bindur për këtë ti. Sa bukur e Po ti je i bindur për këtë ti. Partia është një instrument për Shqipërinë, partia s'ka asnjë vlerë pa Shqipërinë. Ti je i bindur për këtë ti. Dhe zonja Çepani zotri nuk është ish bashkëpunëtore imi, është bashkëpunëtore sepse nëse nuk është bashkëpunëtore në parti, është bashkëpunëtore në qytet për kauza, për të drejtën, për luftën që ajo bën. Në rregull? Dhe po të them, flitej emri zonjës Çepani dhe unë kam dhënë mbështetje publike. Nuk doli zonja Çepani për shkak dhe të shumë rrethanave që ajo i vdiqi shoqet gjitha këto. Unë do ta kisha mbështet absolutisht. Dakor. E shpau i Flori, sigurisht që do e mbështetja unë Florin, se çajm unë. Një bashkëpunëtor të dikushëm, një mik protestash, një qytetar të mirë, s'do mbështesja, po kjo do që, po mos ta bëja do që shpirtësiolog. Po mirë, për shembull tani me që Flori në një familje ju bashkojnë në thonjza. Po. Me Agronshejen dhe me Berishën, apo partinë e Berishën. Jo, mua s'm ka bashku Flori me asnjë gjë. Flori më ka bashkuar me 2 gjëra. Ne, Flori na ka bashkuar me veten e vet si kandidat i pavarur dhe dyta me kauzën për qytetin për të ndalur mbi pushtetin e Edi Ramës. Ore, ku do kollitet Flori, në kuptimin e mirë të fjalës, në momentin që zgjidhet këtë bashkie, do kollitet te Berisha, te ty apo te Agronsheja? Pyetja është. Zoti Binaj, puna është ku kollitesh në darkë valla. Nuk është puna se ku guzjohesh mëngjes. Zoti Binaj ka karakterin e atij që do kollitet o në zyrën e bashkisë o ke shtëpia e vet ku banon. Kaq. Dalë më dha se, ore, ka një njeriu kur merr votat e dikujt, ka një lloj detyrimi, mo, qoftë moral. Jo, ky është moment, të lutem. Si? Është moment sui generis quhet ky. Që do më thënë? Po, i një politika në nivel botror këto. Ka raste në Bullgari, ka në... Si që ai merr votat disa partive dhe pastaj kur bëhet, s'tjerët për asnjërin. Shiko, nuk është ashtu. Mua nuk më rezulton kjo. Jo, pyet për ligjin. Kini parasysh ta them edhe një herë. Partit janë instrumenta në një republikë. Për të ndërtuar republikën. Nuk janë qeta grabitësish. Ore, në gjithë botën sot, ashtu quhet, në gjithë botën tash është demokratike. Po. Prap, koncepti i mikut ekziston. Atëherë të t'ja unë, që se kam mik Adriatiku, dhe Adriatiku është kryetar bashkie, unë po pata një hall për shkakun timin ose të një miku tim ose një familjarit tim, do vetë Tiku them o Tiku, unë kam dhënë votën valla ti e di. Do marrgullosh pak këtë çështje? Ja rreguoj ai qytetarëve çka ka këtu. Unë nuk kam për ta marrë ndonjë telefon për t'i thënë ne të kemi mbështet, na duhet ndonjë drejtori. Ky standardin tani do ti ta ndroj nuk e bëj. Tani zotri, po t'jap një shembull. Do ta mbyllim emisionin. Në Rumani kandidoi në 2012-ën, ai që është president sot.
mori shumë pak vota. Mori aq vota sa që Qesharake. Kandidoi në 2016, mori diçka më shumë. Pastaj kandidoi pavarur në një moment tjetër, dhe për shkak të momentit politik të vendit, ka gjithmonë momente të tilla, në një kohë të caktuar, të gjitha partitë e opozitës u bashkuan rreth tij dhe e bustuan, e ngjitën, dhe ai u bë kryebashkiak i Bukureshtit. Dhe pastaj kandidoi dhe u bë president i vendit. Nuk ka ndonjë, shiko, ne duhet të kuptojmë që duhet të mbaroj koha e partive politike që funksionojnë si qeta interesi. Duhet të jenë qeta që funksionojnë për parimet dhe për shtet ndërtimin. Shtet ndërtimin. Dakord, më. Kaq. Dakord. E fundit fare ti ku? Vjen dhe një mesazh tjetër për ty. Çani mirë brëm ato, të lutem shumë, bëj një pyetje Tikut. Ata naftëtarët e Ballshit, në Ballshut, që s'kan marrë lekët për 3 vjetësh, për sa kohë votojnë Edi Ramën, ç'puna plas neve se ata nuk marrin rrogën, atyre turoj partia, më thonë. Si përgjigjesh ti mesazhi? Se fatikisht nuk i thua do dhe s'ke faj, të drejt ka. Unë i përgjigjem kështu mesazhit. Se edhe kjo e papare pa dëgjuar është dhaj. Që të shtypet koka, të votosh prapa ti të shtyp kokën, ja po ta shpiku vetëm këtu mund ndodhi. Ja po ta shpjegoj. Ka shpjegime kjo. Ka. Janë shpjegime etnokulturore që duhet të kthehemi shumë përpara në histori. Edhe në lidhje me por nuk është vendi tani. Sociologjinë, momentin e zhvillimit ekonomik, social, kulturor të shoqërisë, po është temegjër kjo. Qartë, është dhe formë e Kafkës, çka kanë brenda atij, janë shumë gjëra, po ç'në si ka. Është temegjër. Ajo që do i thosha zotërisë është shumë e thjeshtë. Unë si Adriatik kam hyrë në këtë rrugë për të dhënë aq sa mund të jap që ne ta çojmë 2 hapa para këtë vend. Sa të mundem. Nëse do hyja për të bërë gjyqin e popullit ton dhe të filloja të mankoja lart e poshtë si këta të paaftët, nuk na pan ne sa të mirë jemi, si këta i shtypin dhe nuk u japin. Ky është një diskurs që mund ta bëj një njeri në përditshmërinë e vet, dakord. Qartë. Po një njeri që i ka vënë vetes mision që ta shtysh shoqërinë përpara, nuk e mendon fare këtë gjë, dhe unë këtë nuk e mendoj fare. Unë, kur flas për atë naftatarin e Ballshit, që ka rrogat pa marrë, dhe ndërkohë mund ta ketë votuar sërish Edi Ramën, nuk flas për rrogën e tij. Flas për fenomenin, flas për shoqërinë. Flas për të ndërgjegjësuar sa më shumë. Nuk është çështja çfarë do haj vetëm ai në darkë. Është çështja se cili standardi që krijohet në këtë peukun ku ne po jetojmë. Kjo është. Qartë. Pra ti shpreson akoma që mund të bëhet iluminimi i një shtrese popullsie nga lart, thua ti, mund të funksionojë. Gjithmonë ndodh kështu. Edhe, shiko, unë jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë me temë diplome për krimet në drejtë ndërkombëtare. Me fokus ish Jugosllavin dhe rast të posaçëm Kosovën. Dhe kam studiuar të gjithë literaturën për rastin e luftës Kosovë. Njerëzit mendojnë që luftën në Kosovë ka bërë një numër shumë i madh njerëzish. Jo. Një çet e vogël ishte. Ka qenë një pakicë, sigurisht populli ka rezistuar, po flas në mal, në terren, nuk ka qenë numër i jashtëzakonshëm. Sa të përkthehet në ato lloj kauze të madhe, sepse gjithmonë shoqëritë i udhëheqin, i transformojnë, i begatojnë një pakicë njerëzish. Të guximshmish, ëndrimtarësh, njerëz që besojnë atë që duket e pamundur për shumicën. Ai që shpiku, që të bëjnë të ndërrosh momentin që ata dhe pastaj të zgënjen me jashtë aty kam thënë herë tjetër. Është hedh nga kua ai se mendonte që do fluturonte, besonte që do fluturonte. Ndroi jetë, 1, 2, 3, po sot ne fluturojmë. Si pasojë e atij guximi. A ti thua teknologjia ka bërë që? Ajo që ndodh është që shoqëria duhet të avancojë duke ndërruar për të mirën, duke luftuar për të mirën, edhe kur ajo duket e pamundur. Trosh muhabeti vëlla, pra, edhe kurse ketë duhet ta shpikësh një ëndër, pra duhet të kesh një ëndër thua ti, një objektiv për të ndërrosh. Pastaj ha edhe bëj ritualin biologjik. Po njeriu po spati ëndra është koca e ton. Për çfarë jeton? Thua do ti mua për të bërë ciklin hanë mëngjes edhe shko në tualet mëngjesin tjetër. Unë jam dakord mo, vetëm se dëgjoj, jam dakord me këtë që thua ti mo, duhet të kesh një objektiv, ti e quan ëndër. Një kauzë. Kauzë, je. Bukur, do ta kesh një gjë. Vetëm se me kushtin që kur ajo nuk realizohet, nuk duhet të zgënjesh. Po jo, shiko. Se po u zgënjeve tregon që je i dobët. Pra, dështove, vazhdo prap, gjej një kauzë tjetër. Po ama po u zgënjeve, ti bie vërtet dhe vdes tik. Unë isha në Spaç sot,
terminatorët e minierës së Bakrit, dhe në darkë jam këtu me ty duke folur për shpresën, për ëndrrën, për të bukurën, për ndryshimin. Do thotë që jo që si jam dorëzuar, po jam sot shumë i vendosur se ç'kam qenë deri dje. Sepse të thash edhe një herë, njeriu që s'ka ëndra dhe nuk beson që mund t'ja dalë në kauzën e vet, kosa jeton për mua. Njerëzit po ndjekin më shumë vëmendje dhe po mbajnë shnime për to që ti thua. Dhe vjen një mesazh tjetër, dhe me të e mbyllim, që më thotë, opozitari që humbi në Rumani, Georgescu, më thonë, ndaj këtij që thot Adriatiku, që quhet duhet të jetë Nikusor Dan, quhet ky që humbi, që ju bë puç nga Franca, tani besoj e ke ndjekur. E o thon francezët të tipin. Se ai fliste thot për mbrojtjen e resurseve natyrore, si Tiku, dhe thoshte që do prishim kontratat korruptive të kompanive të huaja që po na vjedhin në tokën. Rumania është nga shtetet më me shumë fusha nafte në Europën kontinentale. Edhe nga më të pasurat në... Tiku është ai që do t'i mbrojë, nuk vihet në pushtet shumë, thot. Shiko. Pra të rëzojnë nga pushteti si shëzuan këtë, do të thot, pa, kjo është mesazhi Tiku. Francezët i bën puç me njërin sy mbyllur të amerikanëve, këtij tani. Unë e përshëndes, e kuptoj shqetësimin pozitiv të ti, por përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Shqipëria vlen më shumë se partia, edhe karriera ime. Absolutisht. Pra ti e gati japësh dhe jetën? Unë jam gati të kontriboj çdo gjë, se të thosha do jap jetën në kohë paqe nuk ka kuptim. Do që... Thua ti që jemi në kohë paqe, jemi gjithmonë në luftë. Po nisi luftë, do e marr armën. Kjo është e sigurt se e kam për traditë familje. Edhe gjyshin e kam pas në luftë, edhe gjyshin e kam pas në luftë, edhe stërgjyshin e kam pas dëshmor pas shpalljes pavarësi, ka stërgjyshin nga anë e nënës. Po erdhi punë e luftës, unë jam nga ajo derë që do jem në luftë. Shumë nga këta tjerët do jenë në avion. E more në 97-ën? Që? E more armën në 97-ën, kur plasi? Unë në 97-ën kam qenë 8 vjeç e gjysmë, 9 vjeç. Po mi, po, ku ishe? Në Sarand. Në Sarand ishe Nami atëherë? Nami ka qenë. Po 7-8 vjeç keni qenë kështu ju të prap atëherë? Kam kujtime mbi ato mjetet e rënda. Po në i pistolet në gjithë, dhe të ka rënë dorë atë kohë. Unë e kam pas babajmë punojës policie. Po nuk patë asnjë dëshirë nga ndonjë. Kam parë të gjitha llojet e armëve në shtëpinë tonë. Asnjë dëshirë në atë moment për shkak të hiqje qafe ca njerëz që i kishin bërë dëm familjes tënde. Jo. Se ke pas atë asnjë? Asnjë. E ke parë Dexterin në Netflix? E di çfarë është kesh një nën nga Përmeti? S'më dëgjova fare çfarë thash, po më thuaj. Nuk mund të kesh nga këto mendime. Kur ke nënën nga Përmeti? Po babaj? Babaj nga Vlora. Mund të kesh nga këto mendime. O diku, Dexterin e ke parë? Jo. Është një serial në Netflix. Nuk e kam parë, të gënjejta. Është i vjetër, nuk është tani, ka vite që është bërë. Do ta shoh me Të këshilloj ta shohësh se do të futin një qetësi të paparë, valla. Do ta shoh. Premtoj kur të vjerës tjetër do shkruaj thjesht Dexter, D-E-D, bravo. Shife, mos e humb. E kam dëgjuar dhe Është çik i gjatë, ka një 8 sezone. Me nga 20 seri, 30 seri, ë? Jo, s'janë aq, janë më pak, 12-13 janë, po dëgjoj. Do ta shoh. Çdo darkë të flet shumë për natyrën njerëzore, valla. Okej. Është do kënaqesh. E thash për ty dhe se, do thënë, unë ta thash ty tani kush e ka dëgjuar le ta. O diku dhe e fundit fare, valla. Po. Ti di që unë them këtë emision sa herë, të gjithë ju që nuk duroni dot, valla, dhe keni ndarë mendjen. Doni të ikni nga Shqipëria, se mendoni për kalamajt tuaj, thoni që jeta është më e mirë, do të bëjmë jetë më të mirë, paktën do jemi më dinjitoz jashtë, zësh shkelën të drejtat, zona mire më minerale siç merren këtu, etj. Ka nga këta që ndrojnë kështu. Unë ju them gjithmonë shkoni në Kosovë, valla, mos shkoni shumë larg se keni këtu afër. Është shtet normal, bën zgjedhje e 5 zgjedhje që u bën tani, asnjë akuzë për vjedhje. Parti të ndara, jam më shumë se i lumtur. Tani po ndjek dy gjëra, zgjedhjet në Kosovë dhe jo zgjedhjet në Francë, po këto qeveritë në Francë që nuk bëhen dot sepse nuk janë numrat parlamentit. Krizë është dakord mo. Sa thon më